Adrian Goxha kapet mat me të dashurën? E vërtet, e dim, në këto momente kur po raportojmë për Adrian Goxhën, shumë për jush mund të jeni duke bërë pyetjen e njëjtë ku ka mbetur. Dikur ndër këngëtarët më të suksesshëm të skenës, por paralelisht edhe më të përfolur për nga jeta private, sot për Adrianin dëgjojmë rrallë e përmall. Kënga e tij e fundit është Ajshe, sjell para pandemisë, verën e 2019 në bashkëpunim me Enurin. Adriani gjithë këto kohë e ka gjetur Terezinë e tij larg muzikës. Ai është përkushtuar tërësisht restorantit që ka në Shkup. Biznesi po jes mirë dhe shenjë për këtë është fakti se Adriani ka rreth 3 vjet të punësuar, por mirë po jetë se edhe jeta personale. Pa shumë zhurmë, ai po shijon një romancë. Privej Libertas Spahiu e ka kapur këngëtarin Mat me partneren e tij pak ditë më parë. Fotot janë shkrepur në jug të Shqipërisë. Partneri Adrianit nuk është fytyrë publike dhe sipas dëshmitarëve okular, ata dukeshin mjaft të lumtur krah njëri tjetrit. Ju shkoftë mbar. Stresi në lidhje me Rikeroqin? E pa vërtet. Pak kohë pas u konfirmua nga vetë ai dhe kejsi ribashkimi, emri i stresit u gjendë në portale për lidhje, por me tjetër kënd. Që nga mëngjesi sotëm, pa fund lajme qarkulluan online për një lidhje me Rikeroqin. Shkas u bë afërsia teksa shijojnë bashk jetën e natës. Por një lajm i tillë është totalisht i pavërtet. I kontaktuar nga Privej Libertas Spahiu, stresi u shprem. E pa vërtet, e kam super shoqe të ngushtë. Miqësia e tyre daton prej shumë kohësh. Kujtojmë se Rikeroqi u përfoli edhe për lidhje me Azemin pak kohë më parë. Kjo marrë shkas nga fakti që u pan disa herë bashkë për gjatë xhirimeve të një filmi të përbashkët, por edhe në këtë rast nuk kishte asgjë të vërtet në raportimet që qarkulluan. Pse po kërën? Ermel. Egli vendos për menaxhimin tani e tutje pjesë e SBS Entertainment? Po, e vërtet. Fillimi i javës nisi me lajme për shkëputje të bashkëpunimit artistik mes Eglitakos dhe Fifit, diçka për të cilën Privej Libertas Spahiu raportoi ekskluzivisht të dielën. Ishte Egli që konfirmoi një gjë të tillë përmes një reagimi shumë të matur, ku fjalët u vërej qartë që i pati të zgjedhura me kujdes. E nuk ka vonuar shumë që Egli të bëjë një hap të ri në karrierë, i cili definitivisht është i duhurim. Ajo ka vendosur t'i besoj rrugtimin shtëpisë së hiteve të pakontestueshme, SBS Entertainment. Këtë Privej Libertas Spahiu ka mësuar nga burimet sigurta pranë këngëtares, të cilat kanë precizuar se kjo ishte edhe arsyeja e qëndrimit të saj në Prishtinë këtë ditë. Karriera e Eglit do futet në shinat e duhura dhe do sjellë rezultate të pakontestueshme në menaxhimin e Jetmir Agajt. Përflitet se tashmë vetë janë menduar emra big për bashkëpunime me Getoar Selimin dhe Lumi B si dy prej tyre mysafir në një prej projekteve të reja të Eglit që po punohet në studio. Neve sa mbetet gjë tjetër, po t'i themi Eglit bravo për lëvizjen e suksese në këtë kapitull të ri profesional. Bardhi i hyn verës së rënd, zbulon 2 super bashkëpunime të radhës. E vërtet. Kushdo që ndjek Sara Gjordenin në rrjetet sociale mund mbaj mend një parlemrim të saj për një verë shpërthyese në aspektin artistik të Bardhit. E koha që po kalon po jep definitivisht të drejt atij parlemrimi. Haram e Falma po pëlqehen shumë, teksa në pritje janë edhe projektet me Vanessa Doçin e Irken Cykën. Por nuk mbarojnë me kaq. Privej Libertas Spahiu mëson se këngëtari do i ribashkojë forcat me Ronelën, teksa po vjen edhe një këngë me Majt. Në realizim me sipër janë edhe disa projekte tjera të cilat do i pasojnë këto që veçsi zbuluam. Këtë pasiti, Bardhi nuk ka të ndalur.